Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me sekretarin e përgjithshëm të Interpolit Valdez Urquiz dhe theksoi se është i kënaqur që ka mbështetje të konsiderueshme nga një numër i madh vendesh që Serbia të bëhet selia e byros rajonale të Interpolit. Ai shtoi se kjo do të ishte një konfirmim i rolit të Serbisë në ruajtjen e sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare. Vučić dhe Urquiz diskutuan forcimin shtesë të bashkëpunimit në luftën kundër të gjitha formave të krimit të organizuar dhe kërcënimeve të sigurisë në nivel ndërkombëtar. Beogradi është një koqir i konferencës së kryetarëve të parlamenteve të vendeve kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, e cila filloi sot pas fjalës hapëse të presidentit Vučić. U mbajt një panel me temën Integrimi Evropian në rrethënat e reja gjeopolitike. Kjo konferencë, një iniciativë e përbashkët e Parlamentit të Serbisë dhe Parlamentit të Ukrainës, është një mundësi e shkëlqyer për shkëmbimin e përvojave të vendeve individuale në rrugën e tyre europiane, por edhe një shans për veprim të përbashkët dhe të sinkronizuar në rrugën drejt antarësimit. Ndërmjet pjesëmarrësve ishte edhe presidenti i Radës i Verkhovnat të Ukrainës Ruslan Stefanchuk, me të cilin para konferencës u takua presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte njoftoi se ditën e parë të samitit në Ankara se Aleanca do të lançojë një flotë strategjike avionësh transporti A400M, si dhe do të nënshkruajë kontrata mbrojtëse me vlerë $10 miliardë. Në të njëjtën kohë, Rutte njoftoi blerjen e avionëve të ri, të cilët, siç theksoi ai, thuhet se zëvendësojnë flotën e vjetër të avionëve AVAX. Është planifikuar të nënshkruhen kontrata mbrojtëse me vlera disa $10 miliardë midis antarëve të aleancës dhe kompanive nga SBA-ja, Bashkia Evropiane dhe Turqia. Institucioni i Avokatit të Popullit njoftoi se, bazuar në ankesat e pranuara nga disa qytetarë, informacionet e ofruara nga organizata të ndryshme jo qeveritare, si dhe pretendimet e publikuara në media, Avokati i Popullit Naim Qela i nisi një hetim sipas detyrës zyrtare mbi pretendimet se personat e arrestuar gjatë festimit të Vidovdanit në Gazimestan me 28 qershor janë abuzuar nga pjesëtarët e policisë së Kosovës. Si thuhet në njoftim, institucioni i Avokatit të Popullit nisi një hetim mbi pretendimet dhe ankesat e disa qytetarëve që arrestuan nga policia e Kosovës, të cilët pretendojnë se gjatë transportit në stacionet e policisë janë ekspozuar ndaj dhunës fizike dhe psiqike, si dhe u janë shkelur të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë dhe ligjet në fuqi. Drejtori strategjik i Qendrës për Politika Europiane Miloš Pavković tha për Kosova Online se është në favor të kryeministit të Kosovës në mandatin teknik dhe udhëheqësit të vetëvendosjes Albin Kurti që të përshpejtojë formimin e institucioneve dhe të përpiqet të formojë qeverinë dhe të bëjë një marrëveshje në lidhje me zgjedhjen e presidentit para aktvendimit të Hashim Thaqit dhe 3 ish udhëheqësve të tjerë të UÇK-s para dhomave të specializuara në Hag. Lirimi i mundshëm i Hashim Thaqit do të thoshte kthimi i tij në jetën politike në Kosovë dhe padyshim do të bënte më të vështirë pozicionin e Albin Kurtit në zgjedhje të reja të mundshme, shpjegoi Pavković. Profesori universitar Nejmedin Spahiu gjithashtu beson se aktvendimi do të ketë ndikim në jetën politike në Kosovë, por është vështirë të vlerësohet paraprakisht se çfarë lloj ndikimi do të ketë. Nëse aktvendimi do të ishte lirues, do të ishte një avantazh i madh për Partinë Demokratike të Kosovës, ndërsa për ndryshe një vendim fajësia do të thoshte një avantazh për udhëheqësit e vetëvendosjes Albin Kurtin, tha analisti politik Spahiu për Kosova Online. Gjykata Supreme ka dhe 2 ditë të afat ligjor për të vendosur mbi ankesat e paraqitura nga partitë politike dhe kandidatët që kundërshtojnë rezultatet e zgjedhjeve të mbajtur me 7 qershor në Kosovë. Nga Gjykata Supreme u njoftua se ankesat janë ende duke shqyrtuar dhe se vendimi do të merret brenda afatit të përcaktuar me ligj. Vëzhguesit e procesit zgjedhor thonë se përfundimi i shqyrtimit të ankesave para Gjykatës Supreme përfundon faza përdorimit të mjeteve juridike, gjë që hap rrugën për konfirmimin e rezultateve dhe pas kësaj
as partitë dhe as kandidatët nuk kanë të drejtë të paraqesin ankesa. Edhe pse pritet një ftosje e përkohshme me shira dhe rreshje të rastit, vala e të nxehtit nuk ka mbaruar ende dhe temperaturat do të vazhdojnë të luhatën rreth asaj mbi vlerat mesetare për këtë kohë të vitit. Nesër, mot me vranësira kalimtare do të sjellin shira dhe rreshje të shkurtë në disa vende me raste të rralla me bubullima. E ejta dhe e premta do të jenë kryesisht me diell, temperatura në ditët në vijim do të jetë midis 27 deri në 33 gradë Celsius.